Ja pse duhet të hapni dritare 2 herë në ditë edhe gjatë muajve të ftohtë. Ekspertët kanë rekomanduar që të hapni dritare 2 herë në ditë gjatë këtij muaji edhe gjatë muajve të ftohtë. Mund të duket e çuditshme ndërkohë kur të gjithë ne po përpiqem t'i mbajmë shtëpitë e ngrohta, por hapja e dritareve 2 herë në ditë është jetike për të luftuar një problem zakonisht të muajve të ftohtë siç është myku. Ekspertët në dreç kanë këshilluar njerëzit që të hapin dritare 2 herë në ditë edhe në muajt e ftohtë për të siguruar që ajri i pastër të qarkullojë në shtëpi dhe të zvogëlojë shanset për myk dhe lagështi. Këto spore myku të shkaktuar nga lagështia e tepërt mund të kenë efekte shkatërruese si për shëndetin, ashtu edhe në pronën tuaj. Myku mund të dëmtojë muret e shtëpisë së suaja dhe të përhapet në qelima, në veshje dhe në mobilje. Prandaj, ajrosja e shtëpisë është çelësi për një shëndet më të fortë dhe ambient më të pastër. Ajrosini shtëpitë tuaja sa herë të mundeni dhe hapini dritaret vazhdimisht.